Kthehemi në studio me pjesën kontaktuese, ku ju të dashur të nderuar shikues e dëgjues të Rrugë të Pendimit mund t'i bëni pyetjet tuaja drejt për drejt në +383 45 471 848 në numër ose në Viber e WhatsApp. Me që jemi në ditën e zgjedhjeve po e përsërisim krahas shikimit të balotazheve dhe rezultateve, jemi të hapur edhe për pyetjet tuaja për temën dhe rreth temës ose për gjithçka që ju intereson për Islamin dhe rreth Islamit, pra e drejta shkullërzimit ose shkullërzimi në Islam. Gjithashtu mi presim pyetjet tuaja tek rubrika dërgo mesazh. Përderisa kushtrimi nga regjia na bën me dije për telefonatën e parë, ne vazhdojmë ndërrohëm leximin e pyetjeve të dërguara tashmë në redaksi. Dy kanë të bëjnë me temën e ditës ose në asaj që u ligjërua dhe asaj që patëm ne zgjedhje. Dikush pyet kështu, të votuarit brenda dhe jashtë trojeve tona, a është mundësi për ndryshuar gjendjen tonë me dorë apo jo? Me theks, ne luginasit ose shqiptarët e luginës është pyetja e parë. Kjo është një pyetje që shumë kush e vlerëson nga dimensione ndryshme përgjigjen, domethënë e koncepton. Dikush më rënë sy pyeti a lejohet të votohet, sidomos për zgjedhjet lokale kur bëhet kjo pyetje shumë e urtë. Pse a lejohet? Thash po lejohet, po lejohet të votohet për demokracinë. Thash nuk janë votat për demokracinë. Votat janë për kryetarët e komunave. Thashe votat janë në demokraci, jo për demokracinë. Disa njerëz akoma nuk e kanë të qartë që ne jemi duke jetuar në një sistem. Deshtëm. Jemi duke jetuar brenda një orbite të caktuar, prap deshtëm. Unë kam shumë problem me njerëzit që thonë se jem ateista, jetojnë në orbitën e Zotit, kanë qef me jetu... Me përfitu gjithçka. Gjithçka të Zotit, po pa Zotin. Të këtil janë tash në rreth të ngushtë disa njerëz që me dije ose jo dije, me dashje ose jo dashje, laicizmi mbi zotëron. Unë pedi që ti ke dëshirë të kesh një pushtet fetar, ta zonë. Ai i fesë krishterët, ti musliman dhe megjithatë tash, a ke këtë mundësi, jo nuk e ke këtë mundësi. Ti je në orbitën e laicizmit. Laicizmi ta ka vënë këtë sistem në cilin ti nuk je duke reagu. Pra është një zinxhir, nuk është që ti je duke tentu me hekat të zinxhirën në qafë. Përkundazi, je adaptuar me të, po. Atëherë duhet të veprosh me atë që është në dorën tonë. E vërtetë është që në këtë sistem nuk e kemi të mundshme me i pru njerëz më të mirë. A dini pse? Nuk janë fajtor udhëheqësit për këtë. Janë të udhëheqësin populli. Ne po i bimet. Ne i bimet. Nuk mund me ta lënë në dorë ty si populli thjesht kush është më i miri. Unë e them në mënyrë shumë hipotetike. A ka mundësi nesër? A ka mundësi? Në vendin tonë, mos artë kur, po edhe në ndonjë vend tjetër, të na thot dikush, dhe një kandidat dhe thot, unë do ta legjitimoj përdorimin e filan llojit të drogës në vendin tonë. Dhe kur ti e shet ndoshta 30% të popullatës është për. Dhe 30% sot në Kosovë janë shumë të madh. Nga ti merr votat. 70% janë kundër asaj. Po patjetër se ja ke lënë mundësinë me vendos, prapë po e marr shembull, pse mos me vendos në 18 vjet pra. Nëse është demokraci, pse më i privu e drejta të tjerë që nuk i kanë të mundë, se nuk janë të pjekun, apo? E tash ky i pjekun i kushtat ty që u bë i pjekun me 18 vjet. Jo. Në pasuri, a jenë gjendje mja dhonë të drejten me menaxhu pasurinë e vet? Jo. Ka plot raste ku nuk mund të... Hala xhamimën i thojnë. Po, rregull është. Madje edhe martesën që folën për te. Atëherë pse votën ky, pse ky duhet na zgjedh një më të mirë? Derisa kështu është çështja, atëherë ne nuk e kemi gjithmonë më të mirë, ne kemi ma simpatikun. Dikush mund të thotë ma rrencin, dikush mund të thotë ma gënjeshtar, dikush mund të thotë ma përfidin, ma mashtruesin, ma premtuesin. Megjithatë, mas i kemi bojnë me zgjedhje, sidomos kur i kemi ata që i kemi provu. Kjo është shumë e lehtë. Atëherë është një mundësi që ti të mos mashtrohesh dy herë.
Pra delesh ta shfrytëzosh drejtën tënde e cila për ne sot si kosovar deri në orën 19 ka qenë e drejtë e jotja, sot është e mbyllur. Pastaj për 4 vite mos vajto. Mos vajto. Nëse ke pas 2 alternativa, njënën më të mirë se tjetrën. Njënën 2 të këqija kanë qenë, por njëra ka qenë më pak e keqe se tjetra. Mos vajto. Me tani me lejen tënde, Po, për shembull rastin e Ferizajt. Nëse ne nuk dalim për të votu, edhe për mos me lënë marrën pushteta që del haptos sot komë ndalu nivel Ferizajt, Burkën, në Shamin, komë bota nivel Kosovës, kush më ndalu si kandidat për shembull. Një rast konkret, po. Nuk e pas kam dëgjuar. Po që ka dalë haptos, ka lyp vota haptos bile. Domthonë e ka marrë Shamin, domthonë sulmin e parë ka pasur Shamia, edhe kemi pushtetin lokal në Kosovë Lindorën, Bujanov, që për mos dënë shqiptarët në zgjedhje, kishin me pas kryetar. Mirë pashdueshme. Ose kemi një rast tjetër. Jo më shëtu në tutime fetar, por vetëm me na pas shabanandosh, më na gjën. Për shembull, Zërin Graçanis nuk është leju zonat përreth. Asnjëherë të banohet me shqiptar, nuk janë dhënë leje të ndërtimit për ndërtesa, ndonse është Graçanica në çdo variant është lagja e Prishtinës. Në të ardhmen shumë të afërm Graçanica, qytetet e mëdha, krejt botën. Kairo që ne e njohim me 20 milion banor, janë 3 qytete të mëdha brenda Kairos. Që s'njihen sot. Që ato s'njihen sot. Madje njihen në tabela në tabelat të vetura akoma i shkruan ai qyteti tjetër. Amo as ka kufi, as ka, pra nuk mund të jetë fush Kosova, Graçanica, ndoshta dhe Obiliqi në një të ardhme të afërm qytetet të ndarë nga Prishtina. Ti sot më nuk di ku ta fillosh Prishtinën, ku përfundon Prishtina dhe ku fillon fush Kosova, sham për marrë. Atëherë pse të mos jetë një njësi e ndarë në lagje, patjetër, por tash Graçanica nuk është leju që të zhvillohet, po e them këtë se masivia dhe nga ajo zonë, kërkesat e qytetarëve për të ardhur në Prishtinë kanë qenë më të mëdha që të ndërtohet pjesa ka Hajvalia, nuk janë dhënë leje të ndërtimit. Pse të mos shtohen votuesit shqiptar. Mos të shtohet votuesit. Tash për shembull kësaj herë kemi pas për herë të parë partitë politike kanë ngaruar me një kandidat, sa fantastike kjo. Nuk jam për të tregu se nuk është dëm në atë kuptimin. Ne nuk kemi problem si bën dëm kërkujt. Ne nuk kemi problem me komunat serbe në mes të Kosovës. Ne kemi problem me komunat serbe që bëhen enklava në veri, që janë të grupuara në një vend ku ai vend është kufi me shtetin serbisht dhe të prodhon probleme. Por Graçanica asnjëherë s'ka qenë problem, po a them kushtimisht i madh, sepse pavarësisht që ka udhëheq ndonjë serb, ka komuniku me qeverinë, e ka njohur për shtetin e Kosovës, edhe nëse vjen nga lista sërbska ose nga diku tjetër. Me fjalë tjera, shqiptarët e Luginës Preshevës janë jetimët shqiptar të kohës. Dhe as Shqipëria e as Kosova nuk patën mundësinë dhe aftësinë të bëjnë më të mirën për ta, dhe ndodhi konflikti i vitit 2000 i UÇPMB-s, erdhën ku erdhën, i fituan disa drejta më shumë, por as sesi sa të drejtat e serbëve në Kosovë. Por duhet të përballen me këtë. Tash as zgjedhje mos më dalë edhe. Jo, nuk duhet. Duhet derisa unë nuk jap pasaport, jep shteti i Serbisë, atëherë duhet të jetë qytetar me gjitha të drejtat e barabarta. Ashtu është po i shlim fatkeqësisht dhe duhet ta shfrytëzojnë atë drejtë. Kemi një pyetje pastaj që ka me temën e sotme, thot burrja ka të drejtë kërkojë ndërmjetësim ose shkullërzim nga bashkëshortja e tij, nëse ajo te kalon ku konversatër grupit, po do me ndrejt pak. Rregullat e sjelljes duke shafi në çmu e përçmu atë dhe familjarët e saj, me fjalë nga më të ndytë dhe këtë e bën në vazhdimsi. Sa bëhet e padorueshme jo vetëm për të, por edhe për ne kur shkojmë si mosafir në atë familje. Pavarësisht kështu tema. Ma rrumbullakson edhe një. Po, burri thot, a ka të drejtë me kërkuar shkullërzimin e gruas, nëse ajo në vazhdimsi shan, fyn, nënçmon burrin e vet edhe familjarët e saj,
Sa që këtë përjetojmë dhe ne kur shkojmë si musafir aty, domethënë këtë situatë është në vazhdimsi. Dikush po pyet për dikën. Edhe ne si musafir, mos pyet për ashtë. A ka drejt, po kjo është sipas karakterit tënd. Madje edhe timit. Unë nuk mund me imagjinu një gru që e shan burrin e vet. Ama derisa ajo gru e shan burrin e vet, as më tepër kur ka musafir, kjo tregon që e ka një farë epërsie se dikush i ka dhënë një mandat asaj. Në një farë formë mos e kaj, nëse ka është këtë daj jëtë, ose agja jëtë, ose mos e kaj këtë familjarin tënd që po vunë prej saj, sepse ai nuk është duke vujt. Gruaja që e nënçmon, po edhe ana sjellës, burri që e nënçmon gruan, mund të ndodhë kjo vetëm një herë. Eventualisht gabimi të përsëritet në dytën, po në tretën, jo. A nëse fjalori i tyre është i tillë, i përditshëm, është një farë adrenaline që kur të vjen dikush me tregu që unë jam farë trimneshe. Okej, me kallëzo vetëm Po, pak. Unë jam burri këtu. Unë e kullna këtu. Dhe ndoshta sepse ai burri ka disa faje në familje, ka plot burra që janë bukur kanë qitë bukur zonë këtë në herë, bukur musteqok janë. Mirë po, gabimet e tyre i bojnë që t'jenë të pa aftë për të lëshu zatë të nartë në shtëpi. Gruaja ka zonë flagrancë, gruaja e runat. E ka ndorë, E ka ndorë, thjesht, pse po shantazhoshti. Pse po Pra, dorë. nuk po du të them unë për këtë rastin, po përgjithësi. Përgjithësi për rast. A ka drejt? Po, nëse gruaja është e padurueshme nuk merr vesh. Ama unë nuk di që ka gru që nuk merr vesh kur ti i tregon se çësia jote ndaj meje është e padurueshme. Përtimat nuk muj me i përballu, aq më tepër kur është dikush, dhe kjo situatë në çon ndarje, unë nuk e di që ka gru që për hatër bërtime se rrezikon martesën. Nuk di kështu. A nëse kanë dhezë 2-3 herë, 5 herë, 10 herë situatë të tilla që ajo ja ka dalë, pse mos e provojë të 11-ën? Kryqëzimi Raman me dje se kemi telefonat, kërkojmë ndjes telefonuesit ose telefonuesit që kemi lënë pritje, por gjithmonë kemi thënë përparësi kanë kryer ja përgjigjes. Por nani. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se vini në emision. Kam një pyetje një sëriqaj. E kam një pyetje për ditëlindjen së një ditë që ku lexu Argonine e Hoxh, që nuk është e preferuar në Sofijone, po kam fëmijë shumë e një pamesa. A kam haram të tham Argonine të fëmijë. Dhe nëse shkojnë në ditëlindje. Po. Kam jo atë më ndaj dusht. Po, pyetje tjetër? Jo. Allah Mirë. ju shpërblet. Amen. Selam aleikum. Gjithë dhe bashkë, aleikum selam. Haram apo jo urimi për ditëlindje? Jo, sidomos urimi është lutje. Mu lut për dikon, Dëshirë. me thonë, Fjali dëshirore. Fjali dëshirore. Ti thuash fjalë të mira, u bofsh kaq, u bofsh i mire, u bofsh i suksesshëm, pas shëndetin e tjera. Ne të ditëlindja kemi një problem. Këto ne ta dinë të gjithë një shikuesit juaj dhe besimtarët tanë. Nuk është problemi të ditëlindja se është diçka të merr, por është se ne mund të shëjtrojmë ditën e lindjes. Ne mund të mendojmë për të diçka më shumë se sa që duhet, dhe nëse i merr dhe i këshyr, gjërat e këqija në shoqëri kanë filluar prej të paktës, prej të voglës. Pra, shejtani, për shembull, marr një shembull. Shejtani për herë të parë kur ka pru shirkun, që është në kati më i madh në fytyrën e tokës, nuk ka thonë bëni shirk, po i ka thonë pse i keni harru këta burrat e mirë që kanë vdekur. Ata kanë thonë nuk i kemi harru, po thotë ju duhet i kujtoni. S'keni të bëj për ta. Për me kujtu, thotë pse nuk i sillni fotografi që kur ti shihni, më i ran mend ata. Domthon ideja në fillim ka qenë shumë fisnike. Më vonë ka thonë pse nuk i kopjoni, ju vetëm në qendra i keni këtu. Pse nuk i merrni edhe në për shtëpitë e juaja të keni t'ja kujtojnë këta. Ata filluan pra të bëjnë kësaj madhërimin e tyre në për shtëpi. Më vonë tha, i rajti këtu, tha, të partë ju i tha kur kanë pas ndonjë zor, janë drejtu këtyne, janë lutë edhe është zgjidh problemi. Fillon njerëz të besojnë. Pra gjenerata e tretë është që ka filluar të bëj shirk. Në gjeneratën e para ishte shumë fisnik. Na këtu kemi problemin. Datëlindja ime, se ne i themi ditëlindja, me rrugës do të ishte datëlindja. Datëlindja ime sipas një kalendari apo tjetrit fillimisht, apo sipas hijretit, as sipas
kalendarit që ne masim. Nëse dojmë të kemi diçka më hynore, atëherë gjitha matit Ramazani bëhet me hën. Haxhi bëhet me hën. Gjitha aspektet tona që lidhen me fe i kemi me hën. Atëherë mbajnë mend ditëlindjen tënde, respektivisht datëlindjen tënde të hijretit. Shumë hoxhallar më i pyet sot se çfarë datëlindje ke në hijret, nuk e di. Ose nësë për disha. Se se dhe, në kuptim se... Ta është dy ditëlindje për bjena? Po, vartë për e cilin kalendar. Tash mund të kemi edhe një kalendar tjetër kinez që mund të thotë po të si i lindur me këtë, fillimisht pra na del diçka që nuk ka shumë stabile. Pa tjetër, pa. Ose, e marrëm edhe atë pjesën që e kemi, çka nëse unë jam me 29 shkurt? Kjo i bie se unë 3 vjet nuk kam ditëlindje, datëlindje timen, vetëm një herë në 4 vjet e festoj. Sepse unë me këta të 28 nuk kam drejt ta festoj, se s'jam i 28 shkurtit, e as me këta të 1 marsit nuk kam drejt ta festoj, se s'jam as me ta. Atëherë i bie se unë në një mënyrë apo tjetër e kam ditëlindjen në çdo 4 vjet. Po duhet të them, a është tash jo barazi, diskriminim pozitiv. nëse unë jam djalë i shtëpisë, që jam i lindur më 29 shkurt mu një torte, vllajt tim që është 15 mars 4, pra ka diskriminim këtu. Atëherë i bie që nuk ka diskriminim, por mos t'i shejtrojmë, mos të kuptohet që fëmia ka kështu ose ashtu këtë. A ndikon vërtet tek ne, ajo dita kur kem pas diçka të caktuar, në këtë rast lindja e fëmijës, një gëzim i jon që na kujton, po si sot një vjet më kujtohet, po kështu ka qenë, e tjera. Pra, nëse nuk kalohet në diçka më të madhe, nuk është problem. Nuk është problem, por zakonisht këto mund të prodhojnë diçka. A shkojmë tash në ditëlindje, se pyetja shkon edhe shtohet. Se kur thonë tash a bën ti me shku, a priori kjo tjetër që na dëgjon, pra a ka bu ky me mthirr, i bie se po çysh lejohet unë me shku, nëse ai s'lejohet me mthirr. E unë po e them pra, nuk lejohet me organizu ahengje për ditëlindje. Nuk kemi telefonat, tani për tani të paktën. Elhamdulillah, thot djali ka nisë të falet këto vitet të fundit dhe ky kësimi i tij po më gëzon mua e burrin. Por ajo që po na shqetëson të dyve dhe shumë madje është mbyllja e tij si njeri në përgjithësi. Nga frika e gjinave rrallë del për jashtë, pak angazhohet për familjen dhe shpesh me burrin debaton mbi punësimin në institucione shtetërore. Po ato private edhe pse ekonomikisht nuk i kemi gjendjen jo të mirë. Domthon, arsyeton me faktin se këto parë mund mos më kanë halal për neve. Një shqetësim familjar, një këshill për djalin tim dhe të tilla rastet, Zoti ju nderoft. Po, është shqetësim që është shumë me vend për familjen. Këto shqetësime i kemi gjithë nga pak. Po them pra, kur dikush fetarizohet në familje, ai dëshiron të bëjë ndryshime më radikale në familje. Ndryshimet pse janë më radikale, sepse i bie se ne një pjesë të konsiderueshme të jetës tonë kemi kalu pa atë që ai e ka tani, në këtë rast pa islamin. Po të ishte djali që kur ka fillu ta praktikoj fen, ka pasur në shtëpi gjithçka është okay, gjithçka është në rregull. Falja namazit s'ka pse të fletaj ty. Ti ke qenë deri djajo që i ke thonë çu falo. Falë, pikërisht. Po ti nuk i ke thonë atij në këtë rast. Madje ai të ka gjetë që ti nuk po fal, shembull me marr se s'po thon te ky rast. Por i bie se ai tash kërkon ndryshimin. Sa ai nuk mund ta imagjinoj, unë të hyj në xhenet, babi dhe mami të mbeten në xhenem. Pastaj, ty duket normale një sjellje që ne kemi në përditshmëri, e nganjëherë është normale edhe për moshën e juaj si prind, por nuk është normale për djalin. Ti i thu pse s'del tash me shoqëri, ai e di se në xhami nuk mund të shkoj me ta. Vende ku mund të takohet me ta që adhurohet Allahu, se bisedohet për të mirë, asil shoqënie nuk ka dhe asi vendi nuk ka në vend ku jeton. Rrjedhimisht i bie se ai mbyllet. Më mirë të rri brenda se sa përzihet me njerëz. Unë gjitha këto shqetësime i kam shumë parasysh dhe më dhimbsen disa familja, se më të vërtet, djemt fëmijët në këtë rast mund ta teprojnë, mund ta tekalojnë të lejuarën e rrethimit, e vetë rrethimit ose e izolimit, i cili izolim në parim do të duke simpatik, por më vonë
shejtani ka rolin e vet. Pra mund të bëj një adhurues pasiv në kuptimin pra të thuhet se dalësh në xhami më mirë në shtëpi se duke dalë në xhami sheh në rrugë çmos e tjera dhe mund të ndërhyjë në çështje të fesë shejtani në çdo variant. Atëherë është mirë që ky djalë të shoqërohet më shumë me shoqëri të re të aspektit fetar dhe edhe familjarët të bëjnë ndryshimin e duhur. Për shembull, mos mendojnë këta tash që hoxha duhet me bind djalin, me thonë, jo këta kanë bukën halal, pse ti po reagon? Se unë nuk e di tash, ndoshta për imen e keni me dyshim. Jo pse punoni punë të shtetit. Nëse është për çështje se punon punë të shtetit, atëherë ai djalë ka defekte me konceptimin e asaj që e përmend më herët të shtetit laik dhe shtetit fetar. Atëherë ai duhet të drejtohet më mirë me ndonjë hoxh që e keni më afër, që ai mund ta besoj bisedën me të se është e sinqert dhe që ai hoxh ka dije. Dhe aty duhet të sqarohen pra këto ta quaj ekstremizma në qasje. Sikur ai që e thash, e mendon se po delti po voton për demokracinë, unë tash një parafjalë na dallon. Ne po votojmë në demokraci, po votojmë për demokracinë. Unë nuk ka ardhur pyetja a je për Kur'anin apo për ligjin kështu sa ashtu ose sa do të mërtim tjetër po. Si ta kam këtë pyetje në zgjedhje dhe unë vetëm nëse dal për me thonë cila është më e mirë, atëherë është e mjaftueshme, hiç se krahasoj. Fjala Allahut është më e larta. Por nëse këtu nuk është duke bisedu a për shariat apo për demokraci. Zgjedhjet tona deri dje kanë qenë a për socializëm a për kapitalizëm. Pra a për komunizëm a për demokraci. Dhe ti tash kur thush jo, nëse është pra njëna me zgjedhje atëherë bjerë këtë tjetrën se atë parën kem pas provu. Ai ne ka pas mbyll krejt xhamiat, që ku ke Shqipërinë. Po do me pruat gjendje. Po mirë, kur Shqipëria filloi me frymu fetarisht? Kur u bë shtet islam? Jo. Kur erdhi kjo demokracia, e kupton? E di se në demokraci mund të futet edhe ky komunitet edhe ai komunitet me drejtat barabarta dhe tjera, por në kuadër të këtyre drejtave të tija ke pa hajrin. Në të kundërtën vazhdo pra në kohën e verit theu dhe jeto i tillë. Diçka ngjashme ka pas të ndodhë edhe këtu në Jugosllavinë që ne padrejtisht mbetëm si shqiptar pjesë e Jugosllavisë dhe u ndam nga shteti shqiptar. Por e dëshiron gjendje, jo nuk e dëshirojnë. As se du atë kohën e Rankovicit, njerëzit edhe nuk e dinë edhe historinë. Këta mendojnë që ne e patëm shariatin, i tham esti shko të shtëpia se ne e kemi zgjedh këtë. Jo, ti ke dalë si tu e pa hala në çfarë ecurie ke ardhe i këtu ku je. Andaj kjo për ty duhet mu lësu si gjallërim dhe si përparim. Tash duhet them nëse ka kësi problemi djali, duhet t'i sqarohen. A nëse ju keni pasurinë të përzir me haram, atëherë thash edhe ne kemi probleme. Edhe mu ndonjë fëmijë jemi më korrigjon. I dukem shumë liberal, i dukem shumë tolerant, i dukem shumë po rast konkret po t'las. Ose edhe ekstremist dikon. Tash varë që shef ai. Por të një tjetër, të njëjti ju, të njëjti ekstremist nuk jam urshi sy një kur. Por të ndonjë tjetër mund t'i dukem ekstremist, pse ti bashkë për çdo namaz më flet. I duket që po raportet e përgjithshme, ma gjithashme, ma përgjithshme. Pra mundesh edhe ashtu mund du. Pyetja radhës, ndoshta edhe fundit për sonte, po thotë sa po janë rregull fetarisht, por edhe të legjshme vendfalit jashtë xhamive, brenda së cilave po falen edhe xhumat, madje nga hoxhallar që kërkush s'po njeh. Me një fjalë sa na pranojnë namazet e tilla, mund ka rastis të falem derë, por jo më. Po dua me ditë sa janë pranueshme këto lloje të namazeve që falen në për to vendfalje. Jo të legjshme edhe nga vet biku ndoshta. Biku, tash u voçort. Është fjala brenda Kosovës. Asun s'kisha dasht. Gjëja e fundit që kisha dëshiru, për të me thonë, jo e kisha toleru, do të ishte të kemi xhami mbi baza, mos t'i them sektore, po mbi baza të ndarjeve qofshin ato edhe nëse duken legjitime.
brenda institucionit të Bashkisë Islam mund të kenë, edhe brenda krejt komunitetit Bashkisë Islam mund të kenë hoxhallar që mund të kenë qasje ndryshe për çështje të caktuara që janë të njohura si medhhebet për shembull. Ky takon këtij medhhebi, ky këtij tjetrit, ky e sheh këtë mënyrë kështu. Madje edhe brenda kushtimisht themi fraksioneve islame, dikush ka mendime Një pikpamje tjetër. pikpamje ma mutezilite i themi ne, racion e kanë më të theksuar se sa dogmën të zëm. Disa e kanë kundër të dogmën më të madhe se sa racion. Disa janë mendime ma sufiste, ekzistojnë dallime. Amo ato dallime nuk duhet të shpinë që ne të ndërtojmë xhami në vete. Uroj të mos ketë asnjëherë në vendin tim xhami e mëdhëbit Hanefi dhe e mëdhëbit Shafi. Xhami e Hanbeli, këto vesh Selefive dhe xhami e Sufive. Uroj të mos ketë. Kjo do të ishte diçka që më shumë ti më sëmum dhe më dobëson po ta shihen në vendin tim. Sepse tashmë do të punonim për grupacionet tona mo. Jo për xhamatin e përgjithshëm, jo për muslimanët e përgjithshëm, po për xhamatin e izolum. E kjo Bashkia Islame duhet çdo herë të jetë më tolerante, të përfshijë hoxhallarët. Edhe nëse kanë ndonjë pikpamje më ndryshe, ta përfshijë, ta marrë afër vetes. Dhe sa më parë, unë mendoj që me njerëz dhe grupe të tilla duhet të vendosen kontakte dhe ura të komunikimit që ato të legjitimohen. Nëse vërtet ka xhami, ose po e them, ka lagje, ka lagje e cila nuk ka xhami, por ne kemi Prishtinë për shembull raste të tilla, e cila nuk ka xhami dhe duhet të bëhet një vend falje. Dardania. Mirë, po është Dardania, është lagje e madhe kjo xhamia tjetër këtu në rrugën Muharrem Feza për shembull, që janë në kuadër të Bashkisë Islame. Funksionojnë edhe jemi në rregull me to. Gjithçka. Pra vendfaljet e tilla bile ka u bë pyetja, i kam shumë për simpati. Një ndërtues i banesave tha dua të lë një hapësirë për namaz tash. Mundësisht çdo herë kur ndërton 5-6 ndërtesa, një të tillë, por jo me 100 metra katror, një të tillë le çdo herë për muslimanët, për komunitetin fetar në atas derisa në vendin ton jemi shumica musliman, le një hapësirë tillë. Tha nuk kam mundësi, tha këtë desha kësaj herë, thash, as unë s'ka mundësi të paguaj. Të paguën Zoti. Jo, të paguaj njerëzit. Gjinden mundësit, sepse shpesh herë kemi zona fatkeqësisht, këtu janë ato zgjedhjet, ata kryetarët e këqij. Sidomos këtu i kam shumë mërzi ata që falen, ata kryetarët që falin namazin, edhe që japin lejen ndërtimit në lagje pa caktuar ku është shkolla dhe ku është vendi i kultit. Qysh mund të jepet 5 hektar vend leje për ndërtim, nuk e ke para pa xhamin. Komunizëm, në komunizëm ka ekzistuar një gjë e tillë. Ose nëse në komunizëm është ndërtu lagja pa xhami, atëherë ta dim kush ishin ata, ti kush je sot. Qysh mundesh, domethënë, je po parcela të ndame këtu. Parcela ndame, po ti dush kujdesesh. Nuk ndërtohet një lagje si Muharrem Feza, e cila unë e kuptoj që nga pronët private është bërë e tillë, dhe të mos e parashosh asnjë vend për xhami. Gjitha e popullat. Kjo gjitha e popullat. Ajo është një Prishtinë vetë. Muharrem Feza për shembull si rrugë po e marr, ajo është një Gjilani vogël brenda aty. Me fjalë tjera, këta lloj kryetarësh, këta duhet pak është dita e zgjedhur për mi qunë shpejta. Nëse edhe këtë ditë se shfrytëzon me i përzon, me i largu, me i tregu që komuniteti don zgjidhjen. Çka nëse nesër vjen njëri që se don as arsimin, sikur ky se don xhamien, edhe s'len edhe shkollë. Po, as shpishtë ndetit, as shkollë ndetit. As po vjen mend se pas kanë nevojë populli por e tash do të më prish një ndërtesë me bëu me diçka. Të paktën bile këta ndërtimtar kur e shohin se kemi kësi lloj kryetar që japin leje të tilla, atëherë
le t'ja mendojnë. Po unë e qes në shitje, ti ki me shit për metër, njëjtë sikur që e shet, çdo metër të ndërtesës tënde, por le mundësinë që muslimanët të paguajnë 1 metër katror të mezidit tyre të vendfaljes. Po duhet them, po të ishin këto vendfalje, si rezultati i nevojave të qytetarëve, para të lagje është perfekte. Po nëse janë vendfalje për shkak se ne nuk duam të jemi me ju ose ju me ne, atëherë nuk i kisha preferu shumë frekuentimin e tyre. Hoq, faleminderit. Po lëmë karson të Allah shpëbleft për çdo përgjigje. Me nderë qofshi, faleminderit edhe për ju për gjithçka. Dorë Zotit që të kemi dhënë hakun dëgjues dhe shikuesve tanë. Ju që nërëni me ne takohemi sot në javë, si shton plesht, i mëndit e presin, ne dashtë Zotit që temi për atyre. Pra im 24/7 me ju, takohemi sot në javë, inshallah. Dhe atëherë, selam aleikum dhe mirëmbëjtje.